Albania Space, kanali më i ri në YouTube. Subscribe, like dhe comment kanalit më të ri të shqiptarëve anë mban botës. Zerini merr një telefonat të papritur nga Demiri, një telefonat që do t'i ndryshojë jetën përgjithmonë. Me zë të qetë por misterioz, Demiri i thotë: "Foshnja jote është gjallë." Zerini mendon se ai po tallet me dhimbjen e saj. E zemëruar dhe e lënduar, ajo shkon ta takojë dhe i thotë se nuk ka të drejtë të luajë me ndjenjat e një nëne të pikëlluar. Por Demiri këmbëngull. Ai thotë se po i thotë të vërtetën dhe çon në një spital të fshehtë, ku i tregon një foshnjë në inkubator. "Ja vajza jote është gjallë," i thot ai. Zerini shpërthen në lot. Ajo nuk arrin ta besojë dhe mendon se gjithçka është një mashtrim i ri. Por Demiri i tregon pamjet nga momenti i lindjes, ku foshnja shihet e gjallë. Në atë qast, Zerini tronditet thellë. Dhimbja dhe gëzimi përzihen brenda saj. Vajza e saj jeton. Fëmia që ajo mendonte se kishte humbur është ende në këtë botë. E dëshpëruar, ajo i lutet Demirit ta çojë tek foshnja e saj. I thot se vajza ka nevojë për nënën, se ajo nuk mund të jetojë pa e parë. Por Demiri ndryshon ton. Me një buzëqeshje të ftohtë, ai thot: "A më duken budalla të tregoj ku e mbaj vajzën tënde, që ti të shkosh t'ia thuash Kajës dhe të krijoni familjen tuaj perfekte." Pastaj vjen shantazhi i tmerrshëm. Demiri i thot se nëse Zerini dëshiron ta shohë vajzën e saj, duhet të ndahet nga Kaja dhe të kthehet tek ai. Madje i kërkon diçka edhe më të rëndë: ta bind Kajën të martohet me Ipekun. Vetëm atëherë ai do t'i tregojë ku ndodhet foshnja. Zerini shpërthen në të qara. Ajo bërtet se kjo nuk do të ndodhë kurrë, se Kaja nuk do ta besojë një histori të tillë dhe se ata duhen. Por Demiri i përgjigjet ftohtë: "Kjo është zgjedhja jote. Vajza ose dashuria jote." Ndërkohë në anën tjetër, Alja dhe Denizi kthehen në shtëpinë e Çiflikut, aty ku kishin qëndruar më parë. Atmosfera është e rëndë dhe plot tension. Cihani shkon në konak për të mbledhur rrobat e tij, duke vendosur të largohet nga shtëpia. Sadakati habitet dhe mërzitet nga vendimi i tij. Por Borani shpërthen në zemërim. Ai bërtet Cihanit se nuk ka të drejtë të qëndrojë pranë gruas së tij dhe se nuk mund të jetojë në të njëjtën shtëpi me ta. Cihani nuk tërhiqet. Me zë të fortë, ai thot: "Unë do të qëndroj ku të dua. Unë dhe Alja duhemi dhe ti duhet ta pranosh kë." Borani kërcënon se do t'i hedh në gjyq, por Cihani i përgjigjet se nuk i bën as pak përshtypje presioni i tij dhe se do të bëjë çfarë të dojë. Konflikti mes vëllezërve arrin kulmin. Sadakati, e shqetësuar dhe e tronditur nga përplasja e djemve, i lutet Cihanit të mos largohet. "Bir, shtëpia jote është këtu me ne," i thot ajo me lot në sy. Por Cihani i kthehet me dhimbje. "Pse ma bëre këtë gjë, mama? Unë jam djali yt. Ti e di që unë dhe Alja duhemi. Pse na ndave?" Sadakati, e prekur thellë, i thot se e do dhe se gjithmonë ka dashur më të mirën për dy djemtë e saj. Ajo shpjegon se kishte frikë se Borani, i çmendur nga selozia, do të shkonte tek Eçmeli për ndihmë, dhe se nëse kjo ndodhte, rrezikonin t'u amerrnin Denizin, nipin e saj të dashur. Por Cihani nuk pranon justifikime. Ai i thot se nuk do ta lejonte kurrë një gjë të tillë, dhe se Borani le të shkojë ku të dojë, madje edhe tek Eçmeli, por një ditë do të pendohet për gjithçka që ka bërë. Ngjarjet marrin një kthesë dramatike: dashuri, tradhti, shantazh dhe luftë për një fëmijë që është çelësi i gjithçkaje. Nga ana tjetër, Kaja është jashtëzakonisht i shqetësuar për Zerin. Ajo nuk po i përgjigjet telefonatave dhe askush nuk di ku ndodhet. I frikësuar se mos i ka ndodhur diçka e keqe, Kaja shkon me nxitim në shtëpinë e saj. Por edhe aty, askush nuk ka asnjë lajm për të. Të gjithë fillojnë të shqetësohen gjithnjë më shumë dhe pyesin veten nëse pas zhdukjes së saj fshihet sërish Demiri. Papritur, dera hapet dhe Zerini shfaqet në pragun e shtëpisë. Të tronditur, të gjithë vrapojnë drejt saj dhe e pyesin me ankth se ku kishte qenë, nëse Demiri i kishte bërë ndonjë gjë, nëse ajo ishte në rrezik. Por Zerini, ende e shokuar dhe me sytë e mbushur me lot, u përgjigjet se nuk e kishte parë fare Demirin. Ajo thot se kishte qenë vetëm te varri i vajzës së saj dhe se kishte mbajtur telefonin pa zë. Në të vërtetë, ajo po gënjen. Zerini nuk ua tregon të vërtetën, sepse as vet nuk di çfarë vendimi të marrë. Zemra e saj është copëtuar mes dashurisë për Kajen dhe dëshirës së dëshpëruar për ta parë vajzën e saj të gjallë. Ajo mban brenda një sekret të tmerrshëm që mund të shkatërrojë gjithçka. Ndërkohë, larg gjithë këtij kaosi dhe dhimbjeje, kemi një moment të rrallë paqeje.
Alia, Cihani dhe Denizi në fushën e futbollit, aty ku Denizi luan me gëzim dhe shënon disa gola radazi. Cihani bëhet arbitri i lojës së tyre, ndërsa Alia i shikon me buzëqeshje, me sytë që i shkëlqejnë nga lumturia. Për disa minuta, ata harrojnë armiqësitë, konfliktet dhe dhimbjen. Ata janë thjesht një familje e lumtur, duke shijuar pranin e njëri tjetrit, larg urrëties dhe larg planeve të errta që i presin. Por qetësia nuk zgjat shumë, sepse sekretet e Zerinës dhe hakmarrja e Demirit janë gati të shpërthejnë dhe të ndryshojnë fatin e të gjithëve.